Çfarë vlere ka rilindja demokratike kombëtare për ju? Ka një vlerë të rëndësishme për shkak se nëpërmes rilindjes demokratike kombëtare mundohemi që të japim kontribut maksimal për zhvillimin e kombit shqiptar aq sa kemi mundësi. Sa je principier? Mendoj se jam mjaft principier. Cila është shkronje 5 të alfabetit? D. Për të bërë inteligjent, çfarë u preferoni tjerëve për të ngrënë? Ara. Sa para ju duhen që ta jetoni jetën siç duhet? Jo shumë. Përafërsisht. Shumë pak. 16 orë qëndrojnë tek një ditë. Si shqëndrojnë 20 ditë për gjithë muajin mars. E vërtet apo e gabuar? E komplikuar. E din si bëhet matja e inteligjencës? Po. Si? Nëpërmes testit të IQ-s. A i mbam parat në xhep apo në letër? Në xhep. A ki shumë? Shumë pak. Përse duhet me pat veselin mik? Për shkak se jam shumë i afërt me njerëzit dhe jam mjaft emocional dhe komunikativ dhe i sjellshëm me njerëzit. Si i sheh politikanët tonë? Disa politikan mjaft të mirë që kanë dhënë kontribut dhe disa politikan nuk e meritojnë të jenë politikan. Mund në të tregosh kush? Jo. A e ke sfidu ndonjëherë veten në ndonjë tjetër profesion? Po e kam sfidu, u tregova më herët në sport, në futboll, për shkak se kam dëshirë në përjashtim të profesor Lëkut dhe të politikës dhe besoj se kam arrit rezultate të mrekullueshme në futboll. Çfarë mban më së shumti met? Shumë çka. Më mirë mendje madhe apo mendje lehtë? Më mirë asnjëra. Çfarë s'kishe mund me bë për 2 minuta? Nuk mund të japësh ndonjë ide të mirë të qëndrueshme për 2 minuta. A do ta kishe ndruar çajlen në ndonjë vend tjetër? Jo, me asnjë vend tjetër. Më mirë qenin besnik apo shokun e poshtër? Më mirë qenin besnik. Sa vjeçar do ishe, po të mos e dishe sa vjeçar je? Është pyetje e rëndë, është pak edhe filozofike dhe të natyrave tjera. Kështu që atë sa ka thonë Zoti që aq le të jetë. Më keq të dështosh apo të mos e provosh? Më mirë të dështosh e ta provosh, se sa mos e provosh fare. Ngjarja më e keqe që të ka ndodhur? Dalimi nga jeta të babait tim në vitin 2007, isha mjaft i lidhur me babain dhe ajo ka qenë ngjarje pak e rëndë. Ke shpesh probleme me policinë? Jo, s'kam problem fare. Kush ja rrezikon frontin Vesel Mehmetit? Shoqja ime, Fatime. Dhe çfarë pret nga marsi, muaj mars? Shkon e marsi dhe vije prilli.